Engjë rrëfen historinë e veçantë të njujës, me të fejuarin, s'me njën të fare, as emrin nuk ma dinte. Këngëtarja e njohur nga skena muzikore shqiptare Angjelusha Saliu e njohur për publikun si Engjë ka ndarë detajet e rralla nga historia e saj e dashurisë me të fejuarin Mërgimin. E ftuar në një intervistë e fundit, Engjë ka zbuluar se në momentin kur është njohur me Mërgimin, ai se kishte idenë se ajo ishte këngëtare. Madje nuk e dinte as emrin. Mërgimi nuk më ka njohur, as që e dinte që isha këngëtare, as emrin nuk ma kishte dëgjuar ndonjëherë, është shprehur ajo me sinqeritet. Kjo deklarate ka bërë edhe më të veçantë historinë e çiftit, duke treguar se lidhja e tyre ndërtua pa ndikimin e famës apo të karrierës së saj muzikore. Engjë ka theksuar se pikërisht kjo thjeshtësi dhe sinqeritet i Mërgimit ishte ajo që e bëri të ndihej e vlerësuar për atë që është si person, përpara se ta shinte si figurë publike. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.